Zgjedhje jetën, jo varësinë. Një vendim i vogël, pasoja të mëdha. Zgjedhjet që bëjmë në ndrysni nuk na çojnë drejt zgjidhjeve, por drejt pasojave që rëndojnë jetën tonë dhe shkatrojnë të ardhmen. Çdo ditë, të rinjt përballen me zgjedhje që mund të ndryshojnë jetën e tyre përgjithmonë. Disa rrugë të duken të lehta, por a janë të duhura? Presioni i shoqërisë, mungesa e mbështetjes dhe ndjenja të qenit vetëm mund ta shtyjnë drejt zgjedhjeve të gabuara. Çka shkakton përdorimi i drogës? Dëmtime neurologjike, probleme me zemrën, dëmtimi mushkrive, humbje peshe dhe keq ushqyerje, sistemi imunitar i dobësuar, mbi dozë fatale. Thuaji jo rrugës së errët, thuaji po të ardhmës. Gjithmonë ka një rrugë tjetër, rrugë mbështetur në edukim dhe vendime që ju japin drejtim jetës suaj. Jo të gjitha rrugët çojnë në humner. Një vendim i vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Nuk je vetëm. Ndihma fillon me një bisedë. Për çdo shqetësim, mos u përball vet. Bisedo me prindrit, psikologun e shkollës ose një të rritur që i beson.